E nderuara kryesuese e Këshillit Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, zonja Arbria Nagavci, të nderuar delegat, të nderuar nënkryetar të Vetëvendosjes, Glauko Njufsa dhe Mrika Limoni Myrtaj, sekretar organizativ i Lëvizjes Alim Rama, koordinatore e komiteteve profesionale Deona Mihali, kryetare, nënkryetare, sekretar të qendrave tona në Kosovën Mërgat, të dashur aktivistë e antar të Vetëvendosjes, mirë se e gjejmë njëri tjetrin në këtë mbledhje të 58 të organit tonë më të lartë ku diskutohen politikat strategjike dhe qëndrimet politike, ku raportojmë për detyrat e marra dhe punët e kryera, ku bëhemi bashk në lëvizje e për vetëvendosje. Qysh në fillim dua të falenderoj dhe të përgëzoj të gjithë juve që jeni këtu dhe të gjitha ato e ata që s'janë këtu, mbi 61.000 antar e afër 400.000 votues për fitoren e subjektit ton politik në zgjedhjet parlamentare të nëntëshkurtit. Kjo është hera e tretë që dalin të parët, pas zgjedhjeve të 6 tetorit 2019 dhe 14 shkurtit 2021, padyshim fitore e madhe, sukses i lartë, e gjithë kjo pas një qeverisje me mandat të plot 4 vjeçar për herë të parë që nga shpallja e pavarësisë në vitin 2008. ,42.3% i votave është vot e pastër popullore, vot e sinqert qytetare, vot pa asnjë borxh ndaj askujt për asgjë. Ose për të qenë më sakt, nuk i kemi borxh asnjë emri të përveçëm, grupit posaçëm, as strukturit veçantë. Dhe i kemi gjithçka borxh popullit, nga i cili vim si përfaqësues politik për t'ju rikthyer atij si shërbim publik për krahje ekonomike dhe mbështetje sociale. Nderim më të lartë se kaq, natyrisht për zgjalli, e gëzim më të madh se ky, sigurisht për zgjalli, nuk është e mundshme. Jemi falënderues gjithnjë e mirënjohës përgjithmonë popullit të Kosovës, të gjithë qytetarëve pa dallim për kulturën sipërore demokratike, për besimin e dhënë, vullnetin e treguar dhe qëndresën e dëshmuar. Të nderuar delegat të Këshillit të Përgjithshëm, për këtë fitore të lëvizjes son, e që është fitore e popullit të Kosovës, fitore e demokracisë, është bërë shumë punë. Organizimet, aktivitetet dhe tubimet tona janë mbushur nga dëshira e popullit për të na dëgjuar e për të bashkëbiseduar me ne. Nga shpresa e tij për përparim të brezit ton, sidomos të rinjve dhe të fëmijëve. Gjithë ato organizime kanë pasur për bazë komunat ku janë mbajtur, pa përdor autobuse, transportim të njerëzve nga qyteti në qytet, pa falsifikime, pa manipulime, pa mashtrime, pa vetmashtrime. Dhe kjo nuk do të ishte e mundur pa angazhimin e paepër të aktivistëve të cilët udhëhiqeshin nga ideali i lartë dhe idetë e qarta, nga dëshira që progresi për Republikën të vazhdoj. Në 29 qendra tona kanë funksionuar shtabe zgjedhore lokale, me qëra secili shtab ka pasur 10 departamente me detyra të veçanta, si ato të aktiviteteve mbrojtjes votës, aktiviteteve me rini, aktiviteteve me gra, mandej departamenti i logjistikës, i financave, i vullnetarve, i medjeve, i koordinimit me shtabet e pikave dhe departamenti ligjor. Shfrytëzoj rastin që t'i falenderoj shtabet tona zgjedhore, mira aktivist të angazhuar me detyra të ndryshme e të shumta organizative në lagje qytetesh e fshatra gjithandej komunave të Republikës. Rreth 2500 vullnetar të cilët u regjistruar online ose shesheve të qyteteve për të dhënë kontributin e tyre. Rreth 6.000 komisionere vëzhgues që ishin rojet e vullnetit qytetar demokratik dhe të ligjit e të rregullave zgjedhore, e një falendrim shtesë
për ata të cilët janë angazhuar në qendrat e votimit në ambasada dhe konzulata për herë të parë sipas ligjit 3 që u mundson votimin mërgjimtarëve në ambasada dhe konzulata ashtu siç e patëm premtuar. Strukturat tona organizative në nivel të pikëve dhe qendrave dhe gjithë aktivistët antarët, simpatizantët dhe mbështetësit të lëvizjes vendosje, të cilët kush më shumë e kush më pak, po sigurisht me mundësitë që kishin kontribuan për fitoren tonë të madhe dhe faleminderit të gjithë atyre secilit. Gratë dhe vajzat të cilat në mënyrë të pashembullt kanë pjesëmarrjen më të madhe për fitoren tonë, në zgjedhjet e nënshkurtit 40.7% të burrave dhe 48.7% grave e kanë votuar lëvizjen vetëvendosje. Pastaj faleminderit rinisë mrekullueshme të vendit tonë dhe strukturave tona rinore që nuk hezituan të angazhohen pa orare, pa kushte për të përfshuar zërin tonë kudo te bashkëmoshatarët e tyre. Dhe faleminderit mërgatës tonë të dashur, e cila edhe këtë herë, sikur për herë, me shumë entuziazëm, me plot sinqeritet, me dashuri për vendin dhe për krahje, për vetëvendosjen, na ngrit kaq lart këtu ku jemi dhe kaq shumë kështu siç jemi. Ju faleminderit edhe një herë pra të gjithë aktivistëve, antarëve, simpatizantëve, mbështetësve, votuesve, qytetarëve, popullit të Kosovës, edhe atyre të cilët janë aktivistë, e kanë punuar shumë, e s'ja u dim emrat, sidomos nëse nuk u dim emrat, juve aktivist të panjohur që e keni bërë vetëvendosjen, lëvizjen më të njohur politike, jo vetëm Kosovën tonë dhe jo vetëm për këtë gjenerat tonë. Faleminderit nga zemra, përzemërsisht, mirënjohje e pafund për gjithë juve. E tash kur jemi 2 ditë më shumë se 1 muaj, afër shënimit të 20 vjetorit të themelimit të lëvizjes son, më lejoni që të falenderoj edhe secilin qytetar të Republikës son, po edhe jashtë saj, që duke na mbështetur në një formë apo tjetër në cilën do fazë të rrugtimit ton, ndryshuam bashkërisht realitetin sociopolitik, por edhe ekonomik e kulturor të vendit ton. Lëvizja jonë që nisi aq e vogël sa shihej e snihej, komunikoj, debatoj, protestoj, veproj me popullin e për popullin e pa ju ndarë asnjëherë atij. E kur ju afrua moshës 20 vjeçare, atëherë kur u pjek si lëvizje, ky popull ja besoi mbështetjen më të madhe në historitë vet që ja ka dhënë ndonjë lëvizje a partie politike ndonjëherë. Kështu të bashkuar, duke mos harruar asnjëherë prej nga dhe për çka kemi nisur, po futemi më fort se kurrë në dekadën e 3 të lëvizjes vetëvendosje për punë, arritje, sfida e suksese të reja, jo vetëm për organizatën tonë, por edhe për mbar kombin tonë, posaçërisht për Republikën tonë, që tashmë kemi sjellur në binar të zhvillimit e të sovranitetit. E pikrisht sot 1 muaj fillon java e lëvizjes që tradicionalisht nis me lidhjen e Prizrenit dhe përmbyllet me ditëlindjen e Ukshinhotit. E në mes ka data po ashtu shumë të rëndësishme, sikurse ai i çlirimit të Kosovës e i themelimit të vetëvendosjes. Andaj prej këtu ju bëj thirrje juve si delegat të Këshillit të Përgjithshëm, aktivistë e simpatizantë që të bashkoheni e të kontriboni në aktivitetet e shumta të cilat do t'i organizojmë përgjatë kësaj jave. Ky 20 vjetor na gjen më të fuqishëm se kurdo herë më parë, e të gatshëm si asnjëherë tjetër për vështirësitë që i kthejmë sfida, për sfidat që i bëjmë betejë për betejat që na bëhen fitore përpara nesh. Për javët e muajit në vijim, prioritet ynë si organizat çdo mend që janë zgjedhjet lokale. Komunat duhet të kenë qeverisje të tilla lokale që investimet e qeverisë mos keq përdoren dhe as të mos bllokohen. Ndryshimi bëhet e quhet i plot kur bashkëpunimi qeveri e Republikës, qeverisje komunale, nuk ka tendenca keqkuptimi, mosbesimi për hapa bashkëpunimi, mirëbesimi për të mirën e qytetarëve të cilët i besojnë edhe Republikës edhe komunës. Ndryshimit të qeverisjes qendrore duhet t'i jap formën e plot edhe ai në nivel lokal.
Reformat dhe ndryshimet e mëdha në nivelin qendror duhet të përcillen me ndryshime të mëdha edhe në nivel lokal. Jeta zhvillohet në komunë e komunat tona kanë mbetur mbrapa në zhvillim. Së bashku duhet punojmë për programe për çdo komunë që sjell ndryshim cilësor në çdo fushë për secilën shtresë e moshë. Për një mandat 4 vjeçar duhet të ndahen 2 miliard euro investime në komuna, pra 500 milion euro në vit investim në gjitha komunat. Diaspora jonë tashmë ka vite që investon në komunat prej nga vinë. Shtëpit e oborët e bukura të ndërtuara nga mërgata jonë, nga bashkëdhëtarët tonë, do të përcillen me investim, shërbime, infrastrukturë e parqe nga komuna, ashtu që diaspora jonë të kthehet jo vetëm në moshën e pensionimit, por edhe shumë më herët, edhe shumë më shumë për investim e jetesë. Komunat ku qeverisë lëvizje vetëvendosje janë shembull se si qeveriset për interesat qytetarit, jo të partisë atë oligarkisë. Prandaj duhet të angazhohemi që të fitojmë kudo sa më shumë në çdo cep të çdo komune. Betejë jonë është e vazhdueshme, sepse ne edhe kemi lindur e jemi rritur më së shumti në betejë politike. Sepse betejë jonë është luftë kundër korrupsionit, është përpjekje për të mirën e vendit dhe mbarësinë e shoqërisë. Pikat tona si baze organizimit të lëvizjes dhe aktivistët anë kënd duhet vazhdojnë komunikimin me qytetarët. Shtabet tona lokale duhet të fillojnë që të konsolidohen dhe takimit të strukturave tona organizative, por edhe me popullin duhet të fillojnë të shndrohen në përditshmërinë e punës tonë që intensifikohet. Pluhurit errësues dezinformativ le t'i përgjigjemi si nga hera me komunikim të drejt për drejt me qytetarin për informim të ndërsjellët atje në bazë, aty ku politika është realiteti dhe aty ku dora e shtetit ndjehet prej zvërteti. Në listat tona për kuvende komunale do t'jenë kandidatët që janë më të afërt e më të lidhur me zonat që ata përfaqësojnë, ata që jetojnë dhe banojnë dhe përjetojnë përditshmërinë e komunitetit që nesër të jenë zëri real qytetar i shqetësimeve e hallëve të bashkëqytetarëve të tyre, kudo që ata janë në çdo lagje e fshat të Republikës tonë. Kandidatët tonë për kryetar komunash do të jenë kandidatët më të mirë e me më së shumti mundësi. Për këtë nevojitet më shumë se kurrë vlerësim racional, jo thjesht emocional nga të gjithë ne, vlerësim analitik, jo vetëm vlerësim kritik. Nevojitet unitet, e diskutim, e shqyrtim, e vendim, e unitet. Teksa lëvizim nga parimi të praktika dhe nga planet të aktualiteti, le të kthehemi edhe tek përpjekjet e vazhdueshme që po i ndjekin gjithë qytetarët e Republikës për të konstituar kuvendin e legjislaturës së 9 Kosovës. Ndonë se deputetët opozitar, kolegë tanë në legjislaturën e 9, më herët votonin hapur kundër propozimit tonë, e tash nuk marrin pjesë fare në votim, që të mos ketë votim të fshehtë. Me gjithë këto, në Kosovë nuk kemi krizë institucionale dhe as politike. Në Kosovë kemi një farë vakumi kushtetues, të cilin base nuk do të duhet ta kishim marrë vesh fare. Nuk kemi krizë sepse institucionet dhe mekanizmat e shtetit demokratik funksionojnë. Organet e rendit dhe të sigurisë veprojnë. Ligjet respektohen, e zbatohen, anë mban Republikës sonë nga çdo nivel e tërkohën. Vetëm kuvendi i ri i Kosovës për legjislaturën e 9 ende nuk është konstituar. Sepse kushtetuta e Kosovës nuk e parasheh se çfarë duhet bërë kur propozimi për kryetar kuvendi nuk i merr 61 vota. Neni 67 i kushtetutës i vendos bashkë qysh në titull zgjedhjen e kryetarit dhe nënkretarëve të kuvendit. Sepse kuvendin nuk e konstituon fituesi, por fituesi bashkë me vendin e dytë, e të tretë
dhe me pakicat serbe e jo serbe. Ja se çfarë thot të nderuar delegat, neni 6-7, zgjedhja e kryetarit dhe nënkretarëve. Po e citoj. Pika e parë e këtij neni. Kuvendi i Kosovës nga radhët e veta zgjedh kryetarin dhe 5 nënkretarë. Pika e dytë, kryetari i kuvendit propozohet nga grupi më i madh parlamentar dhe zgjedhet me shumicën e votave të gjithë deputetëve të kuvendit. Dhe pika e tretë, 3 nënkretarë të propozuar nga 3 grupet më të mëdha parlamentare zgjidhen me shumicën e votave të gjithë deputetëve të kuvendit. Pra, ne i kemi 48 deputet si grupi më i madh parlamentar, por edhe sikur të kishim 80 deputet, sërish do ta kishim vetëm një nënkretar kuvendi. Sepse kuvendi i Republikës është mishërim i pluralizmit politik në shtet demokratik. Kuvendi nuk themelohet nga fituesi, pavarësisht a është ai absolut apo relativ. Kuvendi themelohet nga të gjithë dhe bashkë. Me që jemi fitues të zgjedhjeve, na takon pozita e kryetarit kuvendit, pavarësisht që jemi fitues të zgjedhjeve, do të kemi vetëm një nga 5 nënkretarët e kuvendit. Ne nuk kemi blokuar, sepse ne kemi propozuar kandidatën tonë. Sikur të mos propozonim kandidat, ne do të ishim bllokues. Përkundrazi, ne kemi propozuar kandidatën tonë. Dhe këtë e kemi bërë qysh në fillim me njerë. Dhe po ashtu ne nuk kemi blokuar, sepse ne kemi votuar për. Blokimi vjen prej atyre që votojnë kundër, ose atyre që nuk votojnë fare për ta pamundsuar kvorumin. Dhe në këtë mënyrë të pamundsojnë të tjerët të votojnë, sido që do të votojnë. Ne nuk jemi blokues, ne jemi propozues. Dhe propozimi ynë për kryetarët kuvendit është Albolina Agjiu. Të tjerët mund të kemë propozime tjera, por Albolina është propozimi ynë. Të tjerët le t'i ruajmë propozimet e tyre, kur t'ju vi radha atyre, e ne do t'i respektojmë ato. Mirë po është absurde që të tjerët të bëjnë propozimet tona, e mandej ne të përzgjedhim propozimet për të tjerët, kur t'ju vi radha atyre për nënkretarët e tyre. Nuk është kryesi kuvendi ajo mandej. Me që kemi dalur fitues në zgjedhje, na takon pozita e kryetarit dhe një nënkretarit kuvendit, ndërkaq 4 nënkretarët e tjerë, partive të tjera. Nëse ne do të kishim si fitues të 5 nënkretarët, atëherë do të mund të thoshim se ka logjik e legjitimitet kundërshtimi i ashpër opozitar. Por kësaj siç është, kemi vetë se humbje kohë. Kushtetuta dhe akt gjykimit e gjykatës kushtetuese janë tejet të qarta se kujt çka i takon. Rezultati i zgjedhjeve nuk mund ndryshohet. Zgjedhjet mund përsëriten, por edhe rezultati jo vetëm që mund përsëritet, por edhe mund të thellohet në favor të lëvizjes vetëvendosje. Të gjithë të nderuar delegat e të pranishëm të tjerë e keni ndjekur se me që Albolina Agjiu nuk i mori 61 vota, kryesuesi i seancës Avni Dehari ofroi mundësinë që me votim të fshehtë, e që në fakt është më i hapur për nga vullneti i deputetëve, të kalohet blokada. Mirë, kjo u refuzua përsëri nga deputetët opozitar. Deputetët kundërshtues thonë se nuk mund të ndërrohet mënyra e votimit, ndërkohë që kërkojnë ndryshimin e propozimit. Në Bundestagun gjerman, këtë javë, siç e pam gjithë, u përsërit votimi për kancelar dhe ndroi rezultati për të mirë, me që deputetët atje e vendosën interesin e shtetit mbi barrikadimin partijak. Votuan me votim të fshehtë, nuk ndroi kandidati, por ndroi rezultati. Edhe te ne votohet aq shumë e shpesh me votim të fshehtë. Prej votimit për president Republike e antar gjykatës kushtetuese deri te votimet për kryesues të kuvendeve komunale. Mirë po në seancën konstituive, pas refuzimit të kandidatës së propozuar nga ne si subjekt fitues, por refuzohet edhe formimi i komisionit për të votuar me votim të fshehtë. Më shumë se 60 deputet nuk po marrin pjesë fare në votim, në kundërshtim me atë gjykimin e gjykatës kushtetuese të datës 26 gusht 2014, ku thuhet shumë qartë në pikën 128
se, po citoj, në konstituimin e kuvendit të gjithë deputetët duhet të jenë të pranishëm dhe të votojnë si të dëshirojnë në mënyrë të hapur ose të fshehtë, të votojnë për, kundër ose të abstenojnë dhe nuk mund të lirohen nga të vepruarit, kështu mbaron citati. Më qartë e thjeshtë se kaq nuk është e mundur. Por ne e pranojmë. Formimi i qeverisë një mend është përgjegjësi e lëvizjes vetëvendosje dhe partnerëve tonë guxo e alternativa. Por jo edhe konstituimi i kuvendit. Kjo është përgjegjësi e të gjithëve, jo vetëm e jona. Dhe natyrisht, njëherë konstituohet kuvendi e pastaj formohet qeveria kurse anasjelltas. Sepse nga kuvendi i ri del qeveria e re, asnjëherë anasjelltas. Kosova ka qeveri, ka kryeministër, ka ministra në detyrë. Kosova nuk ka kuvend. Kosova duhet të bëhet me kuvend, e mandej do të bëhet edhe me qeveri të re. Nuk mund të ketë qeveri të re pa kuvend të ri. Andaj, le ta bëjmë sa më parë pa vonesa shtesë. Për të ndihmuar daljen nga kjo blokadë drejt konstituimit të kuvendit, unë, siç e dini, i ftova kryetarët e partive PDK dhe LDK, me që të dyja ato do të kenë nënkryetar kuvendi. Por ky i dyti refuzoi të vijë, kurse deputetët e LDK-s deklaruan që nuk na nevojitet marrëveshje për procedurë, por marrëveshje politike. E shkrova një letër tjetër për marrëveshje politike, për koalicion lëvizja vetëvendosje, lidhja demokratike e Kosovës, por edhe ajo refuzua mjaftashpër. Lidhja demokratike e Kosovës në vitin 2020 bëri koalicion me neve lëvizjen vetëvendosje. Tani pas reformave do duhet të ishte edhe më e lehtë të bënin koalicion me neve, por nuk po ngjan ashtu. Ndoshta rruga e re ka preferenca tjera. Ne duam qeveri normale, jo qeveri të përkohshme apo tranzitore, apo teknike, apo qeveri të opozitës, e cila dorë në zemër paraqet një tokë fjalësh paradoksal. Opozita është opozitë pikërisht për shkak se nuk është qeveri. Qeveria e opozitës thjesht nuk është e mundur. Qeveria dhe opozita janë entitete të ndryshme e përkundruar njëra tjetrës politikisht, por që ndodhen bashkë pikërisht në kuvend të Republikës, por jo në qeveri apo në opozitë. Opozita në qeveri bëhet qeveri, qeveria në opozitë bëhet opozitë. Edhe njëherë ne duam qeveri normale dhe të qartë. Eksperimentet nuk na bëjnë as nder as dobi. Duke mos qenë të drejta të normuara, janë të pamundura para se të jenë të gabuara. Qeverisja jonë e mirë e mbarë demokratike me mandat plot në fakt, pak ma shumë se të plot, ka sjellur stabilitet institucional, me çrast antikorrupsioni është bërë rritje buxhetore, kurse liria qytetare, zhvillim ekonomik, patriotizmi është bërë sovranitet e integritet, kurse sundimi i ligjit, përparim demokratik e solidariteti mirëqenie me rishpërndarje. Me qeverisjen tonë kemi vërtetuar se liria nuk është liri nga rregulli a ligji, por liri e rregulluar me ligj dhe liri si rregull e ligj. Andaj patëm 6% rritje mesatare vjetore të bruto produktit vendor. 76% rritje të qarkullimit bizneseve private. Afër 50% rritje të pagave në sektorin publik dhe 40% rritje të pagave në sektorin privat. Rënje e papunësisë nga afër 26% në më pak se 11%. Shtesa për mbi 60.000 lehona e 400.000 fëmijë. Rritje të pensioneve, liberalizim të vizave, regjistrim të popullsisë, dyfishim të sipërfaqes tokave të punuara bujqësore, dyfishim të eksporteve e më shumë se dyfishim të investimeve të huaja direkte. Viti 2024 të nderuar delegat të Këshillit Përgjithshëm do të hyjë
në historinë ekonomike të Kosovës, si viti kur bruto produkti vendor i ka kaluar 10 miliardë euro, të hyrat bugjetore i kanë kaluar 3 miliardë euro, kurse eksporti i ka kaluar 1 miliardë euro. Në anën tjetër, kemi punuar shumë që me ligj të kemi edhe drejtësi edhe sovranitet. Ju e mbani mend mirë që pas shpalljes pavarësisë Kosovës në vitin 2008, janë mbajtur 8 palë zgjedhje të Serbisë dhe një referendum i saj. Në territorin e Kosovës janë lejuar 6 palë zgjedhje, nga ato me 11 maj 2008 e deri te ato me 21 qershor 2020. Vetëm pas ardhjes sonë qeverisje, u ndaluan zgjedhjet e Serbisë, parlamentare me 3 prill 2022 dhe 17 dhjetor 2023, si dhe referendumi me 16 janar 2022. Ndërkohë, bëm marrëveshje bazike në Bruksel, që ka në qendër njohjen reciproke së pakut de facto dhe shpërtalluam strukturat paralele e grupet kriminale në veri të vendit dhe jo vetëm. Kriminalet janë ose në burg, në Kosovë, ose fatkeqësisht të lirë në Serbi. Dashur aktivist, kriminalëve sulam shteg dhe Kosovën e mbrojmë cep në cep. Ne kemi orientimin edhe të qartë edhe të sakt, Bashkimi Evropian, NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe Serbia e ka qartësuar orientimin e saj së fundmi, madje edhe për ata që duan të mbyllin syt. Çifti Putin-Kirill në Moskë e ka miniaturën e vet në Beograd te çifti Vučić-Porfirie. Në Evropën verilindore, Kremlini e ka Belorusin, ndërkaq në Evropën juglindore e ka Serbin. Regjimi autoritar të fqinji ynë verior, po e lë popullin e vetë mbrapa, teksa e shtyp përfundi. Ata duan homogenizim të brendshëm për hegemoni të jashtme. Përdorin nga kisha ortodokse që ta pamundsojnë pluralizmin politik. Ne jemi më të fortë se kurrë, por na duhet ta pranojmë që ne po e psojmë më shumti në rrugën e integrimeve pikërisht nga Serbia. Dhe ky psim nuk është i kufizuar tek ne, por te gjithë rajoni ynë që i përkasim. Andaj i bëjmë thirrje Brukselit si kryeqytet i dyfisht, perëndimor e demokratik i Bashkimit Evropian e i NATO-s, që ta bëj planin për antarësim të Ballkanit perëndimor komplet në NATO e në Bashkim Evropian pa Serbi. Pra 6 shtetet e Ballkanit perëndimor minus Serbia. Bashk sa më shpejt në NATO e në Bashkim Evropian 6 shtetet e Ballkanit perëndimor minus Serbia. Nuk mund të presim Serbin dhe nuk duhet të presim Serbin. E për të bërë hapa përmbajtësor drejt antarësimit në NATO, ne kemi investuar posaçërisht në ushtrinë tonë. 2 fishimi ushtarëve, 3 fishimi buxhetit, 4 fishimi trajnimeve jashtë vendit dhe 100 fishim në blerje, armatimi e municioni. Republika e Kosovës edhe këtë vit, nga data 26 maj, deri me 7 qershor, do të jetë vend nikoqir i ushtrimit më të madh ushtarak amerikan në Evropë, që planifikohet dhe organizohet nga ushtria e Shtetet Bashkuara për Evropë dhe Afrikë, i quajtur Defender Europe 25. Për herë të parë në historinë e saj, Kosova dhe institucionet e saj pritën një ushtrim ushtarak ndërkombëtar në territorin e saj në muajt maj dhe qershor të vitit 2021, kur ne përsa kishim marrë mandatin, e kjo është hera e tretë që ky ushtrim po realizohet edhe në Republikën tonë. Mbi 1000 ushtarak të Forcës Sigurisë Kosovës do të jenë të angazhuar në këtë ushtrim brenda Kosovës dhe jashtë saj, më saktësisht në Shqipëri, Kroaci dhe në Maqedoninë e Veriut. Këtë radhë nga ushtria e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Republika e Kosovës është përzgjedhur të jetë shteti ku SBA-t
e vendosin komandën e divizionit të saj, prej ku do të udhëhiqen të gjitha operacionet që do zhvillohen në regionin e Ballkanit. Në Kosovë, krahas trupave amerikane, do të zbarkojnë edhe njësi ushtarake nga Shqipëria, Kroacia dhe Maqedonia e Veriut. Me vendosin e komandës së divizionit amerikan në aeroportin e Gjakovës, Kosovës po jepet rëndësie veçantë në këtë ushtrim dhe kjo dëshmon jo vetëm për rritjen e besimit të partnerëve tonë në profesionalizmin e ushtrisë tonë, por edhe rritjen e besimit në qeverinë dhe institucionet tona. Me 13 qershor në Washington DC, në Departamentin e Mbrojtjes, nga Ministri ynë i Mbrojtjes dhe përfaqësuesit e Departamentit të Mbrojtjes së Shtetet Bashkuara të Amerikës, do të nënshkruhet marrëveshja Korniz për bashkëpunim në mbrojtje që përfshin periudhën 2025-2030. Kjo është marrëveshja e dytë e këtij lloji që nënshkruhet me ndonjë vend partner e aleat, pas asaj të nënshkruar me Republikën e Turqisë me 29 janar 2024. Kjo marrëveshje ndërqeveritare e fushës së mbrojtjes përfshin shumë aspekte të bashkëpunimit, nga ushtrimet dhe trajnimet të bashkëzbarkimet ndërkombëtare dhe nga ndërtimi i kapaciteteve ushtarake drejt e bashkëinvestimet në industrinë e mbrojtjes. Përmbajtja e kësaj kornize të bashkëpunimit të mbrojtjes dhe marrëveshja si dokument u miratua në Qeverinë e Republikës Kosovës me datë 12 mars 2025. Të dashur delegat të aktivist, edhe njëherë Albulena Haxhiu është propozimi ynë për kryetare kuvendi. Të tjerët nuk mund të mohojnë, ne s'mund të mos e pohojmë. Për Albulenën ka unitet të plot në lëvizjen vetëvendosje dhe unitet të plot në koalicionin ton me Guxo dhe Alternativën. Partitë nuk duhet ta zgjedhin njëri tjetrit propozimet e kandidatët, andaj Albulena Haxhiu është emri i vetëvendosjes për kryetaren e Kuvendit të Republikës. Por fare shkurtimisht kisha dashur të tregoj se prej nga vjen njohja ime me Albulenën. Gjyshi i Albulenës, Ahmet Haxhiu, ishte një nga veprimtarët e lëvizjes revolucionare për bashkimin e shqiptarëve, LRBSH, dhe një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të Adem Demaçit, Bas Sadem. Në vitin 1991 ai dërgonte armë në Drenicë, duke mbështetur kështu ushtrinë shqiptare të Kosovës. Në vitin 1993 ai u arrestua nga Serbia dhe pas torturave të rënda vdeq me 6 korrik të vitit 1994. Mbesa e tij Albulena është tash deputetja më e votuar e lëvizjes vetëvendosje në zgjedhjet e viteve 2019 dhe 2021 e tash në 2025 është deputetja më e votuar e legjislaturës 9 me mbi 125.000 vota. Në seancën konstituive Albulena tash për tash i ka 57 vota, 48 të vetëvendosjes dhe 9 të pakicave, e ku bëjnë pjesë 2 bosnjak, 2 turq, 2 egjiptian, 1 serb, 1 rom dhe 1 ashkali. Pra Albulena e ka mbështetjen edhe të komuniteteve tjera. Të nderuar delegat të Këshillit Përgjithshëm, konstituimi i Kuvendit është i qartë dhe i depolitizuar. Gjykata kushtetuese ka sqaruar që kryetari i Kuvendit i takon partisë fituese, pra s'kërkohet koalicion. Duke interpretuar ashtu siç e ka interpretuar, gjykata e ka depolitizuar seancën konstituive duke e kthyer atë në një formalitet procedural. Pra nuk ka nevojë për koalicione e kalkulime në këtë hap konstituiv. Ajo çfarë opozita po bën është bllokade pa nevojshme që ndoshta synon të krijojë imazhin e një Kosove në krizë. Kjo është për të ardhur keq. Në të ardhmen do të kemi zgjedhje sërish
e përsëri do të kemi nevojë për kryetar kuvendi dhe kryesi. Raporti i numrave në kuvend mund të ndrojë, prandaj është e rëndësishme që seanca konstituive e kuvendit të depolitizohet. Ne nuk po i kërkojmë opozitës ta votojë qeverinë, por kryetaren e parlamentit. Zgjedhja e qeverisë është politike. Dhe ne nuk kemi propozuar për konstituimin të kuvendit thjesht një emër. Kemi propozuar një kandidate grua, e cila është njëherët edhe gruaja më e votuar në Kosovë në zgjedhjet e fundit, qytetare aktive dhe që ka kontribuar në kuvend e shoqëri e qeveri. Disa thonë dikë tjetër për ju Albulena Agjiu. Disa thonë e pranojmë vetëm këtë apo atë emër, e disa të tjerë thonë askë nga lëvizjeve të vendosjes. Por propozimi është i yni, jo i tyre. Ne nuk po kërkojmë që Albulena të jetë propozimi i tyre. Dhe kuvendi konstituohet kur të votohen edhe 5 nënkretarët, jo vetëm kur të votohet Albulena Agjiu për kryetarët e kuvendit. E të mos harrojmë që ky nuk është refuzimi i parë. Njëherë refuzuan të votonin raportin e verifikimit të mandateve të deputetëve, edhe pse e dinin që mandatet i ka certifikuar Komisioni Qendror Zgjedhor. Tash refuzojnë të votojnë kandidatën për kryetarët e parlamentit, edhe pse e dinë që kemi një vendim të gjykatës që thotë se i takon partisë fituese të zgjedhjeve ta propozojë. Të dyja refuzimet janë të gabuara dhe vetëm sapo na shkaktojnë vonesa të panevojshme. Po e ritheksoj, nuk ka krizë politike apo institucionale. Për herë të parë pas pavarësisë, mandati 4 vjeçar është përmbyllur plotësisht. Opozita ndoshta e quan stabilitetin krizë, pasi nuk është mësuar me funksionim normal institucional, ku qeverit i nisin dhe i përmbyllin mandatet me kohë në afat. Ka dhe subjekte opozitare që mbase projektojnë krizën e tyre të brendshme si krizë shtetërore. Jemi vend demokratik dhe në demokraci ka mos pajtime. Por kjo se ndron faktin që zgjedhjet kanë përfunduar dhe kemi rezultat të qartë ku lëvizja vetëvendosje është fituese, është subjekti më i madh në vend e në kuvend, edhe më i madh se subjekti i dytë e i tretë, PDK e LDK marrë së bashku. Unë mund të bëj koncesione e kompromise në negociatat për formim të qeverisë. Kështu ka qenë çdo herë. E për çfarë do ta kem përgjegjësinë, sepse të drejtën dhe detyrën, por jo edhe për konstituimin e kuvendit, që na takon të gjithëve sepse na bën bashkë secilin. Rrjedhimisht nuk kemi as krizë kushtetuese, kemi bllokim të themelimit të kuvendit. Sepse kushtetuta nuk shkruhet duke pasur në mendje deputet që organizohen mrapsht e për të keq. Kushtetuta presupozon subjektin e mirë, por si ligji, por si liria. E mandej është gjykata kushtetuese e cila po ashtu tani më ka folur. Gjykata sjell vendim, akt gjykim që bën informim, por ajo nuk organizon edukim e arsimim për deputet. Të dashur aktivist, edhe një çështje që besoj se duhet adresuar është raporti i lëvizjes vetëvendosje me mediat dhe raporti i fundit ndërkombëtar për mediat të ne. Është për keqardhje rënja e thellë në indeksin e reporterëve pa kufi. Në Kosovë jam i bindur se jam dëshmitar nga jetesa e përvoja e përditshme që në Kosovë ka liri të shprehjes dhe ka liri të medjave. Në raportin e pulsit publik të UNDP-s, krahasuar me vitin 2021, qytetarët e Kosovës besojnë që liria e shprehjes e medjave është rritur për 12%. Gjatë 4 viteve të qeverisjes, kemi shënuar ngritje për 31 vende në luftën kundër korrupsionit në Transparency International. Jemi renditur të parët krahas malit zi në përmirësim sundim të ligjit nga World Justice Project dhe për përmirësim drejtave politike dhe lirive civile nga Freedom House. Ndërkohë jemi ngritur për 11 vende në institutin VIDEM,
për demokracinë liberale dhe atë elektorale. Rënja e vetme është në indeksin e medias. Pra kemi një kontradikt mes rritjes së lirisë së shprehjes dhe përmirësimit të gjithëmbarshëm në indekset e demokracisë dhe rënje në indeksin e mediave në anën tjetër. Këtë kontradikt duhet të adresojnë mediat. Ky është indeksi që duhet të përmirësojnë mediat. Ajo që qeveria ka bërë është që e ka tërhequr ndikimin dhe përzierjen në punët e medias. Qeveria e vetëvendosjes e ka hequr politikën dhe pushtetin nga mediat. Para nesh, pushteti dhe mediat ishin së bashku. Madje edhe në festa e në pushime. Ne kemi hequr financimin e pushtetit ndaj medias për të mos ndikuar në to, dhe nuk kemi asnjë pronar mediash në qeveri për të mos i kontrolluar ato. Në Kosovë, mediat janë të lira. Gjendja ku kanë rënë edhe në rënjët besimit në publik, është jo si pasoj e ndikimit të qeverisë, po e kontrollit pronarve dhe mungesës së profesionalizmit. E për këtë, si lëvizje vetëvendosje, e kemi thënë edhe kur ishim në opozit, e mund të zbatojmë kollaj si qeveri, profesionalizimin gjithë një më të madhë të sa më shumë mediave në Kosovë. Të gjitha trajnimet që janë të nevojshme, të gjitha mësimet e shkollimet e larta, që janë edhe pjesë e luftimit të dezinformimit, të informimit profesional, por edhe të kundërshtimit të çfarëdo përpjekje për luftë hibride, ne jemi të gatshëm që të financojmë. Por nuk krijojmë marrëdhënie të drejt për drejt me media të caktuara e emra të përveçëm gazetarësh, redaktorësh, pronarësh, akroredaktorësh. Ne e konsiderojmë medien pasuri, por edhe media duhet ta konsideroj profesionin detyrë. Këtu ka mundësi për komunikim e për bashkëpunim. Ne jemi të gatshëm të investojmë për përmirësimin e cilësisë në përgjithësi, por jo për financime në veçanti të ndokush. Prandaj sërish përgjegjësia është e mediave. Ju takon atyre që të reformohet, që do të thotë të duan të reformohen, që të përmirësohen, që do të thotë të duan të përmirësohen, dhe ta përmirësojnë imazhin edhe të vetës, sikurse të shtetit. Sepse është në shpërputhje me realitetin që t'jesh gazetar në Kosovë dhe të krahasohesh me gazetarët në Brunei e në Serbi. Le të kritikojmë pa inat, le të mos harrojmë as vetë kritikën. Do të punojmë edhe ma shumë, do të bashkëpunojmë edhe ma shumë, e le të diskutojmë edhe pas kësaj fjalës sime për këto tema që ngrita dhe për shumë të tjera që janë jo më pak të rëndësishme. Ju faleminderit për mbështetjen tuaj të palëkundur në qëndrimet tona të palëkundur.